31 vite nga krijimi i Qendrës së Formimit Profesional Publik në Vlorë, për të festuar 31 vjetorin e këtij institucioni me rëndësi për formimin profesional të brezave në ambientet e vet qendrës, është organizuar sot një aktivitet, i cili shpalosi vlerat e këtij institucioni, sukseset, detyrat e përmbushura ndër vite. Një aktivitet ky i cili në qendër të tij kishte vet kursantët, shpalosjen e punës së tyre, për të treguar simbolikisht rëndësinë e formimit profesional, por edhe drejtimin në rrugën e profesioneve. Dhe pas zonjës Mone, do të ndjekim gjithë së bashku 6 vajza tona me veshjet e tyre modeste përgatitur nga kursi shqyrtar i baqevësisë. Për drejtuesin e Qendrës së Formimit Profesional Publik në Vlorë, Ergy Salushi, festimi përvjetorëve të krijimit të kësaj qendre është kthyer në një traditë kjo për të përkujtuar kontributorët ndër vite. Ndër vite, sipas Salushit, institucioni ka pësuar edhe mjaft ndryshime, ku sot ka më tepër kurse dhe më tepër kursantë që aftësohen profesionalisht, por edhe kushte më të mira infrastrukturore, si dhe bazë më të mirë materiale në zhvillimin e këtyre kurseve. Ne kemi kthyer tashmë traditë ta festojmë vitin e krijimit të qendrës. Ky është viti i dytë që festohet, 22 tetori, si vjet është 31 vjetori. Është një zgjedhje për ta kthyer në traditë, për të kujtuar të gjithë ata njerëz që kanë punuar, kontribuar këtu në Qendrën e Formimit Profesional Vlorë, dhe me mesazhin që gjitha institucionet duhet të kenë në vitin e tyre të krijimit, sepse është e nevojshme të kenë vit krijimit, të kenë histori, për të vlerësuar dhe kujtuar kontributin e brezave vlonjate që kanë punuar në institucionet e shtetit të Vlorës. Institucioni ka pësuar ndryshime rinjësore që nga viti i parë i krijimit në vitin 1994, dhe si vjet ne kemi më shumë kurse, kemi më shumë instruktor, kemi më shumë kursant, kemi më shumë të papunë të cilët trajnohen dhe formohen të ne profesionalisht. Dhe jemi munduar dhe mundohemi çdo ditë të rritemi cilësisht, të rritemi nga ana profesionale, të ndryshojmë kushtet e kabineteve, duke bërë ato kushte sa më bashkëkohore dhe më moderne. Kemi bërë një kthes, një ndryshim rinjësor të mjediseve, deri tek shtrimi me paketë drurit të gjitha kabineteve që janë, për të krijuar një, e thashë pak më lart, kushte sa më mirë për kursantët, të cilët të vinë të ndihen mirë dhe ta shijojnë ato muajt e tyre që vinë në qendër për të formuar dhe certifikuar. Si një institucion partner tepër i rëndësishëm për Qendrën e Formimit Profesional është edhe zyra e punës. Saniela Xhaferi, drejtuese e zyrës së punës në Vlorë, thotë se kjo qendër vazhdon të mbetet një pol i rëndësishëm profesional në qytet, i cili ka kontribut madhor në aftësimin profesional të rinjve. Se edhe ne që dëgjuam sa të pak historikun, e kemi shumë të vështirë të shenjojmë dhe të mbajmë mend emra, statistika, shifra, numra studentësh, numra kursantësh, emra instruktorësh, drejtuesit, por në fund të ditës ajo që ne mbajmë mend nga ky 31 vjetor është që Qendra e Formimit Profesional sot vazhdon të mbetet një pol i rëndësishëm profesional në qytet. Dhe nga ky takim sot do të marrim pikërisht këtë. Kontributin që Qendra e Formimit Profesional sjell në tregun e punës për aftësimin veçanërisht të rinjve dhe të atyre që janë në kërkim të një profesioni të ri, apo për ta diversifikuar formimin dhe kualifikimin e tyre. Mariana Cani, lektore në këtë institucion, thotë se qendra ka arritur sot në këto nivele fal punës për kushtimit të gjithë instruktorëve ndër vite. Sipas Canit, kjo qendër ndër vite mundohet të përshtas kurrikulat me nevoja që ka tregu i punës, e cila arrin të përmbush nevojat e tregut të punës me profesionist. Natyrisht këtu do të doja në veçanti të përshëndesja dhe vlerësoja kontributin që ka dhënë të gjithë instruktorët, kolegët tanë në vite, që me angazhimin e tyre, me përkushtimin, me diturinë e tyre dhe me angazhimin
edhe sakrifica shpeshherë kemi bërë të mundur që qendra të jetë kjo sot. Natyrisht që formimi profesional sot më tepër se kurse një detyrë e zyrës sonë është edhe një mision sot kur tregu i punës ka nevojë për njerëz të përgatitur që të përshtaten tregut me aftësi dhe në këtë kontekst ne jemi duke rishikuar gjitha kurrikulat tona për t'i përqasur ato me tregun e punës. Enela Mone, drejtuese e qendrës së gruas Aulona, vlerëson kontributin e qendrës së formimit profesional në aftësimin e të rinjve, të cilët vijnë nga shtresat në nevojë. 30% e këtyre të rinjve, të cilët aftësohen nga kjo qendër, që u përkasin këtyre kategorive, sipas Mones, arrin edhe të punësohen. E çmoj shumë të rëndësishëm rolin e kësaj qendre, veçanërisht në formimin profesional të të rinjve që vijnë nga kategoritë në nevojë, me të cilët ne punojmë. Para disa vjetësh, ne kemi fal bashkëpunimit me qendrën e formimit profesional dhe me zyrën e punës, kemi bërë të mundur kualifikimin e 60 të rinjve, të cilët vijnë nga shtresat në nevojë dhe një pjesë e tyre kanë arritur rreth 30% kanë arritur edhe të punësohen me mbështetjen e projektit. Qendra e formimit profesional publik në Vlorë është një prej institucioneve më të rëndësishme në qytet, për sa i përket aftësimit të rinjve drejt rrugëtimit të tregut të punës, jo vetëm të punësuar, por sot kursantë të kësaj qendre kanë hapur dhe menaxhojnë prej vitesh bizneset e tyre në Vlorë.